Lavdi, falënderimi është për Allahun fuqiplot, I cili Zoti I vetëm që meriton ibadet. Salavatet dhe selamet I dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili është I fundit I profetësisë, mëshirë për mbar gjësin. Këto lutje qofshin për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Të dashur vëllezër, Islami është fe e të gjithëve, Islami është fe që ka rregulla, dispozita për gjithë secilin. Prandaj, kur ju ka mungu kjo gjë jo muslimanëve, jam mundu ata për me e vetëdisu popullatën, që se kanë vetëdisu çdo ditë, me I bë disa ditë si lloj festa që e kanë luajtur rolin e sensibilizimit edhe vetëdisimit për raste të caktuara. Janë që punëtorët kanë bë proteste ku e diçka dhe kanë bë një ditë sipas tyre, ditë feste që me u vetëdisu edhe me I rishiku pozicionet e tyre, të drejtat e tyre kështu me radhë. Pastaj një herë tjetër një ditë për nanat, e një ditë për mësuesat, e kështu me radhë. Islami nuk ka ditë të caktuar se kur duhet me respektu nanën edhe babën. Islami ka jetë ku duhet me respektu baba e nana. Në Islam veç fillon respektimi I babës edhe I nanës dy fish, mas vdekjes babës edhe të nanës. Islami nuk ka ditë kur duhet me respektu mësuesin, ka jetë kur duhet me respektu mësuesin. Ku mësuesit edhe kur del në penzion, edhe kur të bash ma mësues se mësuesi yt, ti prapë dush mi thon atij mësues. Nuk është një ditë pallavër me një lule 10 centëve, madje në Kina. Po ashtu edhe punëtorit nuk është një ditë apëton me lon, po duhet respekt, mirëkuptim të jetën. Prandaj Allahu Gjellëshanu ka vendosur rregulla, ma farratna fil kitabi min shay. Nuk ka në librin e Allahut Azza Jall diçka që ka me të mangu. S'ka asnjë rregull I cili është I dobishëm për njerëzit, vetë se Zoti ka përmend, dhe nuk ka asnjë gjë e cila është e dëmshme për njerëzit që Zoti s'ka treg vërejtjen në Kur'an. Në mënyrë të përgjithshme dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të detajuar. Sepse kjo është fe deri në ditën e Kiametit. Prandaj për rregullave që Allahu xhaleshanu I ka lënë përmes Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe për të drejtat haki I punëtorit. Kur themi këtu haki I punëtorit, të hyn punëtori dhe shefi, sepse zakonisht ne kemi dy pozicione, domethënë punëtori dhe shefi. Gjëja kryesore që është Allahu Gjellëshanu ka obligu me u shpërndan fytyrë tokës me lyp riskin. Që kjo I bën se cili punëtor, le ta kupton se risku nuk lypet të flajt. Risku lypet të I marrë sebepet halal. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë sikur të mbështeshet te Zoti si duhet, do t'ju furnizonte siç e furnizon zogun. Del në sabah I unt, kthehet I ngjit. Nja, me pas bindje se risku në dorë të Allahut mund mbështet Zotit. Nuk ka në dorë të shefit. Ka thonë sikur të mbështetesh te Allah mund mbështet te Zoti, me ditë që risku në dorë të Allahut. Pastaj e dyta, me dal me lyp riskun. E jo me nejt. Prandaj çdo punëtor që duhet më kon punëtor, duhet mi dhanë vetes me kuptu se pa u lodh s'ka. Nuk ka pa u lodh. Pa mundu s'ka. E tash ku të mundohesh duhesh me shku me trokit në derën atij shefit, cili do koftaj. Kur ti je punëtor duhesh me trokit në derën tjetrit. Po ashtu feja na jep me kuptu se o ju punëtor, lypeni me halal, se wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është risku juaj edhe që ja ka premtuar Zoti. Nuk është në dorën asnjë shefit. Kjo është për me kuptu që as mos më ju nënshtru kërkuj, po as mos më nënçmu kërkan. Me thonë, se kam risku në dorë tonë dhe më bë arrogant ndaj shefit. Respekt për secilin. Risku jot është në qiell. Por edhe t'jepem me kuptu tjetrën se ti nuk duhesh me punu me haram, tu mendu se kime mritë risku. Risku është në qiell. Ajo që ka premtu ka me ardhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij ka ardhë, edhe më ka thonë Xhibrili. O pejgamber, asnjë rob nuk ka me vdek pa hangër riskun e tij, që e ka shkruar Zoti. Prandaj çka me bë? Keni kujdes që shpe fitani. Nuk e fitani më shumë se sa çka ju ka shkruar Zoti. Keni kujdes, veç rrugën ti ki me zgjedh. Formën ki me zgjedh. Ajo që shkru ka me të ardhë me halal ose me haram. Po qysh, nëse unë nuk e bëj këtë marrëveshje me dallavere,
Unë së në mri që të nderë që po, ti ndoshta mrin me dallavere, por që e pare ka me dalë ty që tërka, me smuje, me telashet, fmive, të familjes, e tjerë, sa ti ki me shkua 5-0-0 ku je konë që aty, që ka me të metë falas? Harame, që ke ba në formë haram që ke lypë. Në formën haram. Pashtu Allahu Gjelleshanu ka përmenë në Kur'an, vajlul lil mutaffifin, ka thonë. Mirë për ata që peshojnë edhe matin, mango. Me peshu edhe me mat. Nuk kanë detyrimisht veç matja mango ose peshoja mango. Çdo dallavere që bëhet në sasi, në mas, në cilësi, në qëta jetë hynë, një jetë, i vetën, me angër hakun djersën tjetërit, me prek në pasuni, ka dhe një jetë tjetër, vajlul li kulli humezatil lumezah. Mirë për ata që ecin në fytyrë tokës të përqesh tjertë, mja prek autoritetin njerët, autoritetin, ose mja prek pasunin, në këto dy rase ka thonë vajl i bjen shqip mirë për ata, po ashtu kanë thonë transmetimet e tefsirit se vajl është një lugin në xhehenem. Është një emën e një luginës veç për ata cilët ose prekin autoritetin e njerëzve, ose prekin pasunin e njerëzve. E punëtori edhe shefi duhet me pas kujdes rregull me pas, veç me halal. Veç me halal. Qysh është halal? Nuk është të dashur vëllezër halal me shku te një njeri që s'ka lidhje me një biznes, edhe ti m'ja bën me dallavere marrveshjen, e ke bën marrveshjen çështu, mos me shku m'ja qit çato sane të cilat i ke bën marrveshje. Edhe në fund çka mendon se po e mashtron apo i alshon paç. Kur ti thon në fund, ama bësh halal, ai shkreti është shumë i sinqert. Thot halal të koft. Kjo ishte parë në gjep, që ka bo dallavere, thot e hongër. Jo, vllazni. Sa jo të ta bo halal, të menu që ti e koni sinqert. Mos menu që të Allah e ki halal. Po që për alypi halal në fond. Po ti që shë marrë veshë, që shë ke marrë çmimin. A e meriton qaj çmim qatë material që kështi? Ja, se meriton. Pa i nuk o të ditë që ti ke bo dallavere. Mos lyp halal, dhe nësa jo të të bo halal, të Allah se ki halal. Ku të bën biznis e shqitlerja, nuk është e udhës vllazni, nuk ka minal murue, pej burnis, nëse e din një, behan të mali që e të e shqit mësë mi kalzu. A di një prej forave që e bëjnë disa njerëz të niveleve të mesme, nuk po thëmë tulta, të mesme, që edhe të ku e ki telefonin, ose saatin, shkok që dhe tu në zikur që e të mjeshti, për çka me që të mjeshti? Merë kjerin që e të cilë mjeshtë të dush. Pse po më thu kështu? A si burë ti me më kalzu behan që i ka kjerë ta? Po ma në burë. Valaj e ka qëta. Po për çka nëse i kalzojmë në mullet çmimi? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kur të shitni edhe kur të bleni, kërët behanët që i dini kalzojani. Nëse doni me pas bereqet gjatë pasuni. E fitan ma pak, po e din që e ki halal. Vllazni, 2 sene fëmit t'i rritin me halal. 2 sene fëmit t'i marrë në islam. Ka me praktik. Risku halal që a qenë shpe. Edhe edukimi me islam. Muno me eduku fëmit me islam. Muno me jaqu me dis, ma pak s'ko gale, ama halal. Kur ta shet, kur ta bleni diçka, kalzaj, qka e din behanët. Le qëkën shmimi, pa i tjetët e ka shqit mashnet. A i manë përgjësim për vete. Ti e manë përgjësim për vete. Tjetra, prej rregullave të punës, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu duke thonë, jepja një hakun punëtorit para se më ju tha djersa në ballë. Nuk është mënyrë kjo, do më thonë, direkte me çdo akşam ja dhon, po nëse jap çdo akşam s'ka problem. Po jep me kuptu që hakin mos e hap punëtorit. Ka arë funi mujt, ai s'ka marrë rrugë. Kërkoj falje nëse e preki dikan. Jo dini se na thojmë hakun, po nuk kemi qëllim ta ulim dikan. Nuk është e hishme shefi me ecë me kërë 100.000 euro, punëtorit 3 muj mësë me adhën rogën. Së është e hishme. Me të pa punëtorin në për Facebooka, Instagrama dhe TikToka, ka dalishte në për Budva, në për anej, në për kënej, veç më kujtu Budva, se mësë merë dikush me thonë pas ka pa mu hoxha. Apo tanë të shëtit e marse punëtorit kënejna punat, në pik dilit të sanë mësë me marrë ka 2-3 muj rogë, nuk është në regull. Jepja një hakin punëtorit pa tha djesa. Pa dhe punëtori,
Kursa shefi aty mos ul, jepi hakin punës. Jepi hakin punës. Pse? Edhe ky, kanë mes. Allahun xhalla shanuhu. Allahun xhalla shanuhu. Ku të sheh Zotin nuk ka nevojë me të pa shefi. Kur ta di Zotin që ti mundesh punëtorit më dhën rrogën e se jap i bën dallëre, ka Zot. Ka Zot për secilin. Prandaj të mundohemi gjithmonë ta gjejmë mesatare, mos ta keq përdorim njëri tjetrin. S'po sheh shefi, pastaj tjetra për punëtorët pa thënë edhe një gjë. Nëse pajtu me filan rrogën, je pajtu vëlla. Mos e kthej sa po fiton shefi. Ja bëv shakia, kthej shaky po fiton çka që mu po më jep çka. Mos i kthej matematikat e shefit. Te ke pranu rrogën o bibian. E ka nëse s'është të pëlqyer le punën, mos i bën dallaverën punë. Mundesh me çit çka fadrat filan punën, që ti sa duhet. Jo sa i po fiton për më shumë, po më vesh vet pas 20%, mos i kthej matematikat e tij. E ke pranu. Po një gjë manë men, edhe për njëna palë edhe tjetra. Gjatë që ju lidh mas shumë të njëni me tjetrën, është rizaja Zotit. Jo interesi kësaj bote. Qysh rizaja Zotit? Të dashur vëllezër, ulemaju kur i kanë rendit prioritetet në jetë, kanë vendosur këtë rregullore. E para, feja. E dyta, morali. E treta, shëndeti. E katërta, parja. Pse po i përmeni këtu? Ata që janë punëtor, edhe shkojmë në një firmë me punu, ku ja lejon fen, ku në moral janë të ndershëm, ku shnetën ja runë punëtorit, edhe nëse është rroga pak më e vogël, mos ja përparësi atij dallavergjisë që s'le me fal xhumon. Mos shkotaj. Hoxha po paguajnë dot që s'po falen më shumë se këta që po falen. Mos. Që ky që po falet apo ta lejon ty me fal 5 vaktet po. Ti dush me thonë përparësi që ti shefi që po ta lejon namazin. Se prioriteta namazi, që ti shefi i cili po du me e thonë një gjë, po tuto mos më prej këtë dikush. Që ti shefi i cili të manë për ty qaj që je, e jo për familjen tone. E thash pak i ranë, për kërkoj falje. Të manë, është i ndershëm, të manë për ndershmërin tone, të manë për burnin tone, me ty nuk shkon mas orarit punës në për e dini ka. Se të dy të kanë gjetë njëni tjetën, janë rakia, janë kurvnia, janë iknë, ja. O shefi cili është për një merë, e ka tutë Allahin. E ma një punëtor që ka tutë Allahin, që ka moralin nivellet në alta, që ta runë shnetën tane, nuk shyrë me të shkele dhe me momentin që të ka shfrytzuar dhe je vrarë rasisht në punë, të ka gjujtë mësajna, ja. Ka prioritete këtë din, nuk është parja thjesht. Prandaj, një punëtor që keni gjithë që ka tutë Zotin dhe falë namaz, ma e që ata. Po edhe një shef i cili ta lejon namazin, ma e që ata. Ama këtu një këtë kuptim nuk duhet me e ba. Sepse mu ka pas shef që ka, mu ka nku. Pasha Allah në këmë shkuj ku mull në zyri, këmë thonë, pëse pësë për vjen me falë gjëmanë. Njerë ju i pa djallëzum, po s'po di. Thë vëllaj hoqë, isha falë be gjëmanë, gatë me që qëtaje gjëmanë, japëton me bo me ardhë aty, adin, shve gatë. Vjen në ora një, si me thonë një, gjys një, 40, del për gjamis. Jo, mërë, tha qëfar. Tha unë e kom një punëtor në 12, tha shkon të shpia, ku djenë tha në 4, tha 5 saat gjëmaja. Tha shfa 5 saat, jo, zotni. Vallaj, tha, pethirat punëtorin, po pa shefin. Tha shala ile që ke të bon. Po duhet ta me shku të shpia në 12, e mu laj, mu pastru me mirë, në 2 pe krysh gjëman, dhe në 4, po pak më relaksu me po shua një kafe me, ja, që shtu sashtë. Keni kujdes, kush kësh me falë namazin, në punë që atje. Fale veç farzin. Në punë mëse falë sunetin. Përveç nëse të ka leju shefi. Sunetin pa letë shefit mëse falë, farzin po pa letë shefit. Zotnia, ka mundësi me falë sunetin, sot s'pas mi shumë punë, po fale. Ose të thotë, s'ki nevoj me mpyt fale gjithë sunetin. Fale vla jem pak si taman, s'po thëmë si shpet. Ama nuk o suneti gjithë saati më fali. I dreke se kom fjallin ose i qenis ose... Pa mës të kishë përdorin fejnë kundër njëni tjetit, masani na me thonë shefat, ose punëtorët, vëllaj që ta pa fej, matë mirë se shta me fej. Po thëjnë, po mujnë me thonë. Se është kishë përdorimi i fejës, namën, do manë për demer lukun e vetë. Nëndaj, kjo një maje, nuk është një fejë se jona, por është një vetëdisim për gjithë se cilin. Keni kujdes, edhe në punë, edhe në firme, ku do qene,
Allah e ne keni përmi juve. Me la që të keni që shkrynë se vapët edhe gjunahat. Mos e keq përdorni asnjë na palën tjetër. Lusë Allah që të na bëjtë sinqert njëri me tjetër. Allah na mundësot me fitu me halal. Allah na i rrit të vlat veç me halal. Allah na mundësot me dalë për kësaj bote me faqet bardhë, duke qenë Allah azza wa jalla i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.